konferencës kryetarëve për çfarë? Për çfarë e keni kërkuar? Për replik. Për replik. Urdhro. 2 minuta për replik. Nuk ka asnjëri dëshirë të bëjë një çështje kaq madhore siç është genocidi, çështje partijake. Është verbria e atyre që urdhërojnë ju që të mos votoni eksterminimin e shqiptarëve vetëm për shkak të etnisë. Shkonin në Kosovë, shkonin në Krush, shkonin në Reçak, shkonin në Lugën e Butë, pata rastin tishan verë në Bjeshtë e Istogut. Nga Maja, nga Sanxhaku, kishin ardhur hordhit serbe dhe kishin marrë çdo të moshur, çdo fëmijë, çdo grua që kishin gjetë aty, të dalë jashtë zonës luftës. Grumullove i kanë ekzekutuar 54 vetë vetëm për shkak të etnisë shqiptare. Burra, mjek, pensionist, fëmijë. Dhe kjo është vetëm njëra prej tyre. Si mund të ndahemi ne në këtë? Si mund të... Po, absolutisht, më shëmbëdhenit ja u them me sinqeritet, si parlamenti i Bosnjës, i Republikës Serbe të Bosnjës, por zotëri kështu, am thonë. Po si mundet kjo? Çfarë ka këtu? Am thonë. Po të dënosh genocidin është një detyrim absolut i njeriu të qytetruar. Dhe bëhet ky diskutim. Jo, Mario. Edi Rama është paq, u tregua paq sa Vučići armik i Kosovës. I vuri sanksionet i pari. U vun shërbim të skenarit të ndarjes Kosovës. E përjashtoi nga gjitha nismat. I dërgoi njerëzit u përpoq për përmbys Albin Kurtin. Personalisht do ta them dhe si parti, ne kemi homolog lidhjen demokratike të Kosovës. Herë dele para, herë dele treta, ne mbetemi aty. Po ne nuk mund të imagjinojmë kur që të marrim veprime subversive, edhe mitingu që bëhet. Edhe mitingu që bëhet. Me nuancat theksuara kundër qeverisë Kosovës. Dhe të vinë, kishit planifikuar 60 minuta Edi Rama fjalim. Absolutisht një lloj si dilte Vučići me fol aty. Zoti Redi Muçi për procedurë. Atëre, për procedurë, i nderuar